30 vjet pavarësia e këtij shtetit, 1992, 2022, 30 vjet. Ose 91, 2021, 30 vjet, sikur se të kishme pas na politikan të ndershëm, për 30 vjet që kema që një kaq e vogël me 2 milion banor, me këto resurse natyrale që i ka, me fusha i gjelbrimet të mëdhaja dhe ujë të bollshëm, ne me pas politikan ndershëm, gjendja ekonomike në Maqedoni kishte me konë më e mirë se në Zvicër. Këto fjalë va tham juve, ja kam thonë edhe kryeministrit të Maqedonisë në një prej takimeve që kena pas, sikur të kishim pas në plan zhvillimor strategjik për bujqësi dhe blegtori, që këtu në Maqedoni se këto zbohet industria e rëndë. Ama bujqësia dhe blegtoria bond, ato që na i kemi lënë. Për 30 vjet gjendja ekonomike në këtë vend kishte me qenë si në Zvicër edhe në vendet evropiane. Edhe na krejt sot kishim jetu shumë më mirë, pushtet i drejt, politikan pa korruptum, gjendje ekonomike e mirë, infrastruktur e rregulluar edhe s'ki nevojë ti me e braktisë vatanin e me shku me punu hamall kërkon, keme ne të shtëpinë tonë. Sepse kështu është paradoksi, i lën lop në katun të vet shkon në Itali punon me lop. I lën drunt malin e vet shkon punon në Itali me drum. Çka u mor vesh kjo punë. Po ti çaq parë edhe më shumë merr veç punon me djersë dhe me mund edhe në katunin ta. Andaj durimtart i don Allahu. Pse se veç saj? Se ti je para një pasurie të madhe dhe ki sabër mos me e prek. Me bo sabër më largu pi harameve. Tu, domthon, pasuria haram me ki para vetes ta marrsh mos ta marrsh, dush me bo sabër. Forshim para disa natëve me një haxhi plak ka qenë shofer kamionash, thot me një prej ngarkesave të mia i kisha 237 kutija mall të paregjistruar. Që musha une me vlerë prafërsisht ishte në atë kohë do thot 200-300.000 euro. Që musha une me marë për veti edhe se është evidentu. Ama s'musha me bo. E që kjo është sabër? Mallin e huj mës me prek. Ani se ti ki mundësi me marë. E kjo ta pagun Allah. Tash njeri që vjen shejtani thot 300.000 euro, po shanse kije. Po s'ja shef hajri. Edhe miliona me konë, s'ja shef hajri. Andaj kejt ata që sot janë pushtet, edhe s'kan sabër, kur e shohin pasurin para vetet, të nderin me 100 milion, me 50 milion, me 7 milion, me 1 miliard, edhe kanë provizin 2-3% për me adhon të nderin X ose filonit, edhe për ati të nderit për 1 miliard, ishtin në gjep 2-3 milion, 5 milion, 10 milion, e s'kan sabër me thonë, jo, kjo është e jemja, kjo është e shtetit, zgudzoj, nëse është e një njeriut, i kam borç një njeriut, nëse është e shtetit, kam borç këtë 2 milion njerëzve që jetojnë këtë shtet, se preki. Duhet sabër. Ai që s'ka sabër e prek. Ama, ua them, ua kanë thonë hoxhallarët për para, ua them unë sot, edhe juve edhe ketëve, kur kush që vjedh pare të përgjithshme publike, s'ka mja po hajnë, as në dunjo, për në herët jësëja. Andaj unë edhe ti duhet mësohemi që mos të lejojmë. Nëse neve na ipet mundësia me prek pasuri publike, mos të lejojmë me prek pasurin e huj. Edhe kur të bëjmë na djem e vllatë tonë, se ata që janë sot në politikë janë njerëzit e tonë. Dikush e ka vlla, dikush e ka djalë, dikush e ka miq, dikush e ka daj, dikush e ka vetë. Ata janë njerëzit e tonë. Kur të fillojmë na të kemi fëmijët tonë, që i bëjmë terbije me alon truqin e parave për para, mos me prek asnjë dinar, atëherë lirisht atë që bën e ministër, bën e kryeministër, ama direktor. Ama nëse ti alen truq paraj, ti merr 10 dinar, pa të kallëzuar 10. Atë mëse që kërkon se ai sot që ti ka marrë 10, nëse ti merr 10 milion. Dvedh. Edhe kështu janë politikanët e tonë fatkeqësisht illa men rahima rabbi wa qalilun mahum. Përveç një pakice që Allah i ka mëshiruar, ata janë shumë pak. Edhe kështu nuk shkon përpara kur gjë.